2.03 herë në vit tek dentisti. Dhe në këtë raport duam të dimë më shumë se si qëndron, çfarë tregon për aspektin edhe ekonomik, edhe kulturor, se janë të gjitha të lidhura që ndërveprojnë me njëra tjetrën, kështu që për të dhënë të gjitha pyetjeve tona një farë përgjigje, po shumë të diskutueshme edhe me shumë alternativa të tjera, kemi kënaqësinë që mëngjesin e sotëm t'i themi mirëmëngjes Egnisa Koxha, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Faleminderit për festën. Faleminderit që në fakt erdhe për një temë e cila na intereson të gjithëve. Cili është raporti mes çmimeve të vendit tonë edhe të vendeve të tjera, po marr si shembull Italinë, se dim që Italia ka shumë që vinë për turizëm dentar këtu. Atëherë, çmimet pa diskutim që për fokusin e huaj janë më të ulta, sepse të huajt kanë pa diskutim një të ardhura shumë herë më të larta se shqiptarët. Gjë që e bën të përballueshme trajtimin e çdo lloji shërbimi dentar që ofrohet në Shqipëri me cilësinë e theksoj maksimale si të vendeve të tjera të huaja perëndimore. Ndërkohë, padyshim që ka diferenca të ndryshme, megjithatë ne kështu për të kthyer në raporte që na vijnë nga vetë audienca e atyre që ndjekin emisionin tonë të mëngjesit, ne në rrjetet tona sociale kemi postuar edhe kemi treguar kështu, kemi pyetjet tona se sa shpesh shkojnë tek dentisti secili prej tyre. Ndaj tash në mendimin e regjis kemi edhe raportin e nxjerr kështu prej tyre, sa shpesh shkoni te dentisti është pyetja e bërë dhe sa i përket opsioneve, kemi 2 herë në vit 13%, kemi alternativën shpesh 25% dhe fatkeqësisht kur kam ndonjë problem është 62%. Janë treguar se ç'duhet se ne në fakt kur e anoncuam pyetjen e Egnisa, tham që tregoni të sinqert. Vinë në klinik vetëm kur kanë dhimbje. Si dhimbje të lehta që mund të jenë ndjeshmëri nga të ftohtat ose të ngrohtat, ashtu dhe në dhimbje akute që janë prekjet e nervit dhe dhimbje në perkusion që mund të jenë dhimbje nga infeksioni. Në të vërtet, sa i shpesh duhet jetë aksesi i pacientëve në klinik? Një mesatare të gjithë pacientëve për të bërë një higjienizim apo dhe një kontroll rutin tek pacienti 2 deri në 3 herë në vit, mendoj që është e mjaftueshme. Nëse krahasojmë sa i përket pacientëve italian për shembull që morëm ata dhe shqiptarët, sepse në eksperiencën tuaj di që keni kryesisht të huaj. Cilat janë llojet e pacientëve? Për shembull, një shqiptar sa shpesh vjen ose nëse përshkruajmë atë pacientin tipik, ndoshta 2 herë në vit, ndoshta dhe më shumë, ndërkohë pacientin italian për vizitat. Kjo është pak e dyzuar. Është shumë e rëndësishme dhe mënyra se si janë rritur pacientët. Nga aspekti ekonomik, nga qyteti, kemi një diferencë shumë të madhe të vizitave të dentistit nga qytetet madhore siç janë Tirana, Durrësi, në zonat më periferike dhe më rurale që patjetër kanë edukim më të pakët në këtë rast. Mbas edhe aksesi i tyre është më i pakët, le ta themi, edhe ekonomia nga ana tjetër është më e vështirë për të përballuar edhe për të pasur, për ndërtuar një rutinë të higjienës orale dhe të shëndetit oral. Cilat janë problematikat më të shpeshta të shqiptarëve kur drejtohen tek dentisti? Problematika më e shpeshtë të shqiptarëve është dhimbja. Pra pacienti vjen dhe thot kam dhimbje, referon dhimbje. Nëse shkon deri në heqje të dhëmbit, për zëvendësimin e tij do paguaj 3 ose 4 fish më shumë. Si që ju kurseni edhe paratë dhe kurseni ndonjë dhëmbë. Dhe mbani dhëmbët tuaj në gojë, që është gjëja më e mirë që mund t'i bëni vetes.